Gjua shqipe nuk është lëmosh, turpi i një shteti që kërkon jurist, por u ndalon gjuhën e tyre. Kur Finlanda, Zvicra dhe Belgjika e trajtojnë shumë gjuhësinë si standard shteti, qeveria e Maqedonisë së Veriut vazhdon ta trajtojë shqipen si problem. Kërkesa që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe nuk është privilegj, por test brutal për sinqeritetin e një shteti që flet për barazi dhe prodhon pengesa. Mos e deformoni opinionin publik. Mos e paraqisni si kërkesë të tepruar atë që në çdo shtet serioz quhet normë demokratike. Sepse këtu nuk kemi të bëjmë me humor politik, as me tek studentësh, as me debat teknik. Këtu kemi të bëjmë me një skandal të pastër institucional, një shtet që pretendon bashkëjetesë dhe barazi, por që te porta e profesionit juridik i thot shqiptarit se gjua e tij nuk mjafton. Dhe kur ndodh kjo, problemi nuk është as përkthimi, as procedura, as standardi. Problemi është vetë shteti. Nëse një juriste me përvojë del dhe flet sikur e drejta mund të mbyllet brenda një gjuhe të vetme, atëherë kemi të bëjmë ose me mungesë sinqeriteti, ose me përpjekje për të deformuar qëllimisht debatin publik. Sepse praktika ndërkombëtare e rrezon lehtësisht këtë alibi. Në Finland, provimi i jurisprudencës zhvillohet në 2 gjuhë, finlandisht dhe suedisht. Në Zvicër, kandidati zgjedh gjuhën në të cilën testohet. Në Belgjik, sistemi organizohet sipas realitetit gjuhësor me procedura të ndara në frëngjisht dhe flamandisht. Pra, shtetet që e marrin seriozisht të drejtën nuk e zgjidhin çështjen duke e shtypur shumë gjuhësinë, por duke e organizuar atë. Kjo është diferenca mes një shteti të pjekur dhe një shteti që ende sillet sikur barazia është rrezik. Pikërisht këtu dështon qeveria e Maqedonisë së Veriut. Sepse çdo herë që vjen puna te gjua shqipe, pushteti kërkon të shpik një arsye pse nuk është momenti, pse duhen parë procedurat, pse ka vështirësi teknike, pse mund të ketë pasaktësi përkthimi. Kjo është gjua klasike e shmangjes. Një shtet serioz nuk e përdor teknikën për të bllokuar të drejtën. E përdor për ta garantuar atë. Argumenti se përkthimi mund të shtrembërojë kuptimin është, në thelb, një pranim i paaftësisë së vetë sistemit. Sepse nëse ky është shqetësimi real, atëherë zgjidhja nuk është t'i thuash shqiptarit jep provimin në maqedonisht, por të ndërtosh një sistem të plot, profesional dhe të besueshëm edhe në shqiп. Përndryshe, po ndodh ajo që shqiptarët e njohin prej vitesh, shteti prodhon pengesën, pastaj e përdor pengesën si justifikim për të mos njohur të drejtën. Dhe pyetja që duhet bërë pas bukurime është kjo: pse një njerëz shqiptar që ka studiuar, është përgatitur dhe kërkon të bëhet jurist, duhet të hyjë në disavantazh vetëm sepse shteti nuk ka vullnet të trajtojë seriozisht gjuhën e tij? Pse kompetenca juridike duhet matur përmes një barriere gjuhësore që nuk i vihet si standard dijes, por si kufizim identitetit? Sepse këtu nuk po testohen vetëm njohuritë juridike. Këtu po testohet durimi i shqiptarëve. Po testohet deri ku mund të shtyhet një padrejtësi, pa e quajtur padrejtësi. Po testohet se sa gjatë mund të mbahet gjallë mashtrimi i vjetër se të drejtat ekzistojnë, ndërkohë që në praktik ato bllokohen pikërisht aty ku kanë më shumë peshë, në arsim, në administratë, në drejtësi, në karrierë. Kjo është arsyeja pse debati për provimin e jurisprudencës në Shqip nuk është çështje e ngushtë profesionale. Është çështje e barazisë reale në shtet. Sepse një shtet shumë gjuhësh nuk matet nga tabela 2 gjuhëshe, as nga deklaratat festive, as nga postimet patriotike të politikanëve. Matet nga një gjë shumë më konkrete: a mundet qytetari ta jetojë të drejtën e vet në gjuhën e tij aty ku vendoset fati i profesionit, i përfaqësimit dhe i dinjitetit të tij? Nëse përgjigjja është jo, atëherë barazia nuk ekziston. Ekziston vetëm dekori. Qeveria maqedonase duhet të ndalë menjëherë këtë lojë të lodhur me shqiptarët. Nuk mund të flasësh për standarde europiane, ndërsa në thelb mbron një sistem që e trajton shqipen si barë administrative. Nuk mund të predikosh shtet multietnik dhe njëkohësisht të mbash të mbyllur derën e profesionit në një gjuhë të vetme. Kjo nuk është bashkëjetesë. Kjo është dominim i veshur me terminologji ligjore. Dhe le të jemi të qartë, kërkesa që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe nuk është privilegj etnik. Nuk është favor politik. Nuk është përjashtim nga rregulli. Është minimum demokratik. Është standardi një shteti që pretendon se qytetarët e vet nuk i ndan sipas gjuhës, por i respekton sipas të drejtës. Nëse Finlanda mund ta bëjë, nëse Zvicra mund ta bëjë, nëse Belgjika mund ta bëjë, atëherë problemi nuk është se nuk bëhet. Problemi është se qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk do ta bëjë. Dhe kur mungon vullneti për barazi, çdo justifikim tjetër është vetëm një mënyrë elegante për të mbuluar diskriminimin. Shqipja nuk është lëmosh që jepet kurdo pushteti. Shqipja është e drejtë. Dhe sa më gjatë ta shtyjnë këtë të vërtet, aq më qartë do të shihet se pengesa nuk qëndron te ligji, por te frika e shtetit nga barazia reale. Në fund, kjo çështje nuk do të mbahet mend si debat për një provim. Do të mbahet mend si një tjetër moment kur shqiptarët kërkuan të drejtën e tyre me argument, me dinjitet dhe me dokumente, ndërsa shteti u përgjigj me vonesa, shmangje dhe arrogancë. Dhe kjo është pjesa më e rëndë, jo se shqiptarët po kërkojnë shumë, por se qeveria maqedonase vazhdon të japë shumë pak. Shumë më pak nga sa kërkon ligji. Shumë më pak nga sa kërkon Europa. Shumë më pak nga sa meriton një popull që nuk po kërkon asgjë tjetër veç asaj që i takon.